Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Sonte në emisionin personale vjen një emër i njohur për të gjithë ata që ndjekin zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, sonte në emisionin personale rrëfen historinë e tij, nga fëmijëria në ushtri, te hapat e parë në biznes, sfidat pas luftës si dhe roli i tij në përfaqësimin e sektorit privat në Kosovë. Sonte, ai do të fletë jo vetëm për ekonominë, por edhe për jetën, bindjet dhe momentet të cilat e kanë formuar si njeri. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin personale. Mirëmbrëma, mirë se gjejmë. Kënaqësi t'ju kem në studio, në një format më ndryshe, për të sjellur pra siç e thashë edhe në fillim, jo për të folur vetëm për ekonominë, që është pjesë bazike e jetës secilit qytetar, por edhe për jetën tuaj personale. Po, janë misione këto të ralla që do një medium ju kushton personaliteteve, por kur do që janë të mira, sepse do një herë edhe kur të kthehen mbrapa historisë, na duket që jemi të rinue, të i përshkrue jetën në të kaluarën. Ashtu siç edhe çdo i ri, unë jam i lindur në një fshat të ushtrisë në Volan, ku atje kam përfunduar shkollën fillore dhe gjithë jetën edhe në shkollë fillore kam pas ambicje që të jam pak ndryshe nga të tjerët. Pse? Nuk e di. Nga mësimet apo çfarë? Ta them të drejtën, në shkollën fillore nuk kam qenë një nga nxënësit e mirë, të shkëlqyeshëm është fjala, sepse më ka pëlqy praktika më shumë. Por në klasën e 7, për herë të parë, kam hyrë në gara, për atëherë kanë qenë garat e nxënësve, se kush është më i miri. Dhe posh vete që i kam disa përparësi që nuk i kanë të tjerët. Edhe pasaj filluat që t'i shfrytëzoni ato. Dhe fillova t'i shfrytëzoj ato, dhe kështu që fillova karrierën time, me pas në Vushtre dhe në Prishtinë, dhe me pas edhe në Beograd, në shumë avancime jetësore të mijat, dhe kështu që fillova të mendoj që jeta e njeriu nuk është vetëm një pagë. Nuk është vetëm një shtëpi, është më shumë. Dhe ishte një kohë kur unë i përkas gjeneratave më të që i kam përcjellur të gjitha rrëfimet ose ndryshimet që kanë ndodhur në Kosovë, ku demonstratat e vitit të 10-ni, ndoshta ato kanë qenë që kam bë kthes të madhe në jetën time, me pjesëmarrjen time aty dhe me atë mbushjen time me patriotizëm, edhe pse patriotizmin e kam të lindur në familje. Babën e kam të lindur në Fushkruj të Shqipërisë. Pra priordin e keni nga Shqipëria? Po, nga Fushkruja. Dhe gjithmonë babai na ka kultivuar që ta dojna Shqipërinë, atë dheun. Ta dojmë gjithmonë vendin tonë. Ja, këtu e keni pra, këto edhe plisim pra, që besoj që është edhe simboli asaj që po flisni. Po, kjo është vitet 80-ni. Ju kujtohet atëherë dikujt, po ata që e kanë përjetuar, ka qenë një kohë kur ne të gjithë thashdash që të bëjmë plisat si shaj demonstrimi kundër sistemit atëhershëm. Këtu jemi dalur në Prishtinë dhe gjatë kohës në konvikt dhe atëherë ka qenë diçka e këndshme, por ata që i kanë bajtur kapuqat e barë, plisat, kanë pasur edhe persekutime, edhe unë jam një nga ata që i përkas gjeneratës edhe të me ukës, e cili kemi qenë një konvikt bashkë në një dhomë afër njëri me tjetrin. Rezistenca atëherë vetëm pa të filluar. Komunikimi me profesorët e Shqipërisë atëherë ishte shumë interesant. Dashnia për ta ishte shumë e madhe, pse kisha në traditë familjare. Babain e kam pasur
gjithmonë e ka dashtë shumë ma shumë se ne sot ose e ka dashtë Shqipërinë. Edhe në varrin e babait e kam qitë, e ka varrin me hartën e Kosovës dhe Shqipërisë bashkarisht sepse e ka dashtë shumë bashkimin kombëtar. Dhe kjo na ka bërë që ne mos të nalemi vetëm që të punojmë, por edhe të shikojmë se si të arrijmë përmes formave të ndryshme të për këtë shtetin tonë që kemi sot. Tu po shohim një fotografi tjetër, cila është fotografi e vjetër, pra fotografi e dikush me bardhë e zi. Bardhë e zi, po, kjo është e vitit 89. Dhe është me bashkëshortin dhe me djalin tim Besartin. Këtu, pse është kjo fotografi shumë interesant të përshkruhet kjo. Ishëm në Vushtërri dhe do ishëm të vim Prishtinë, ardhëm Prishtinë të një shok i imi, i cili kishte një lindje dhe në nalën policia na maltretuan në Dakoft të Vushtërris, ka qenë një punkt aty, na maltretuan shumë. Dhe menduam që kur të kthehëm, nuk do të kthehemi shëndashe mirë. Dhe shkum të dalim fotografi këtu, të mbetet fotografia si kujtim se unë e disha që unë nuk do të kthejna në shtëpi. Dhe kjo fotografi me përshkrua në atë moment të vështirë se shkum të ajmiku im, ndajtëm jo shumë dhe u këthym para se të bëhet terë, ashtu ishte. Dhe kur erdhëm aty me frikën që kanë me na botash se në athan, po shkoni veç kur të kthejni, nuk e di që keni me kaluë. Dhe dishëm që kena me kalu keq, por unë do të kalej keq, jo bashkëshortja me. Dhe shku me bënëm një fotografi të fotonesha atëherë ka qenë, dhe i tham, e pagojtë më atë fotografinë, mas 7 ditë me shku me marë, e i thash që ndoshta do të vjen gruaja ta merë fotografinë, se nuk e dishëm se si do të shkon puna, se atje. Edhe kjo fotografi ma lidh atë emocion i cili ishte një presion shumë i madh i të gjithë trive. Kohës, pra janë maltretimet në për të cilët kanë kaluar gjithë qytetarët, pa marrë parasysh moshën e poshtë të gjinin. Pa dallim. Të shohim edhe fotografitë e tjera. Po ne kur flasëm për të kaluarën tonë, edhe kur flasëm për ne si shqiptar, mund të themi se jemi ne gjenerata jonë aktuale. Jena gjenerata më fatlume në historinë e shqiptarëve. Pse? Sepse e kena fillu luftën vetë, e kena boj luftën vetë, që ke gjeneratë, dhe sot pegzojnë lirinë. E din se babgjyshi jem, baba jem, dhe babgjysha tjerë, katragjysha tjerë të kombit, ju kanë me të sytë hapur për ta pa këtë liritë sotme. Prandaj na themi se jemi, unë dhe ti dhe të gjithë këta që jemi të gjallë, jemi më fatlumë se i gëzojnë atë gjitha këta. A mendoni që kemi filluar të harrojmë? Pra ato peripetit, gjitha këto të cilat i bëm? Nuk mund të them që i kemi fillu të i harrojmë, sidomos ne që kemi kaluar në për sfidat e jetës. Ne nuk i harrojmë asnjëherë. Por dikush që nuk ka kalu, dikush që ka kalu mirë në atë kohë, edhe dikush që nuk është mërzit në sistem jeton, atëherë, edhe sot, ata edhe për ta nuk ka qenë interesant as atëherë, as sot, ata mund të harrojnë, por janë pak. Edhe pse mendoj që qoftë edhe për luftën, pra, që thati kemi nicë vetë dhe kemi bërë vetë, është dashur që të bëhet më shumë për ta mbrojtur vlerat e ushtrisë qërimtare Kosovës dhe luftës në përgjithësi. Kur të flasëm për ushtrinë qërimtare të Kosovës, është aseti më i fuqishëm, është aseti më historik, është aseti që asnjë ushtri në botë nuk ka arritur nga një luftë guerile të kthen një mekanizëm të tërë ndërkombëtar, siç është NATO-ja, të bjen një luftë këtu. Nuk do të ketë më asnjë ushtri tjetër të botës që pas një lufte guerile do të shkon në mbështetje një fuqi më e madhe për ndihmuar NATO. Kjo pra është fuqia, rëndësia që ka dhe ka pas pra ushtria qërimtare e Kosovës dhe lufta që është zhvilluar,
E që sot, pra padrejtisht, po mbohen edhe të themi ashtu peng në Hagë, krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe pse nuk është tema e emisionit të sotëm, por janë tema të përditshme, në për të cilat edhe ju personalisht keni kalu, kemi edhe fotografi, që keni qenë pjesë e shumë proceseve, e që shumë prej shikuesve edhe nuk i dim për juve, pra ju shohim vetëm si njëri të biznesit, por ju edhe në pra pas kena ngjarje tjera të rëndësishme për vendin tonë, po e kemi edhe një fotografi nga familja, pastaj do të kalojmë tek të tjerat. Po, kjo është familja ime, janë bashortja, 3 djemet, 2 vajzat e mia skajve dhe këto 2 me afër me dhe afër bashortjes së reja të mia. Këto ka qenë një fejese përbashkët, kur të 2 djemt i kam feju për i ditë, në vitin 2011. Po. Vazhdoni të jetoni gjithë së bashku, edhe kështu për kuriozitet, pra ju jetoni në Vushtri, jetojmë në Vushtri dhe të gjithë jetojmë bashkë. Edhe pse keni punën në Prishtinë. Edhe gjithë jetoni pra bashkë. Gjithë jetojmë bashkë. E keni ende atë familjen tradicionale. Po, i kam edhe 5 nipa dhe 1 mes, dhe gjithë jetojna në një shtëpi. Me rëndësi pra t'jeni në harmoni me njëri tjetrin. Po tash këta nipat dhe mesat i du ma shumë se këta fëmijët e mi. Kështu thuhet pra, nga gjithë gjyshrit. Do të shohim tani fotografi të tjera. Dhe do t'i komentojmë dal nga dal. Po. Pra, nuk e thash rasisht që nuk keni vetëm njëri i biznesit. Po. Kjo fotografi me kthe në vitin 99. Kjo fotografi është bërë në Grand, në shkurt të vitit 99, dikon ka qenë afër, kur ndoshta dita e para fundit, para se të shkon William Vokeri të ikë pas masakrës të Reqakut. Dhe unë isha në një mision diplomatik të ambasadorit atëhershëm Richard Holbrooke, misionar paqe, se edhe ishte misionar për Ballkan, ku ishte një nga njerëzit kryesor për negocim me Miloševićin, dhe u takova me ambasadorin Voker dhe më tha të gjitha. Tha, këtu do të ketë luftë e ashpër. Tha të sugjeroj, tha që të strehoni dikun mirë, se NATO-ja do të bombardan. Dhe këta të nesërmen ose bëja iku, shkoj e lëshoj Kosovën. Shkak të rrezikut që i kanë ose. Pas disa jave vetëm filloj bombardimet. Ky njeri është vlera, ndoshta një nga vlerat më të mëdha të miqve ndërkombëtar që i ka Kosova, sepse vlerësimi i tij dhe puna e tij dhe shumë të tjerëve e ka bërë që NATO-ja të vjen me 24 mars të bombardon caqet gjitha Jugoslave. Dhe fjala e tij dhe vlerësimi i tij për një gjenocid e ka marrë bota seriozisht dhe nuk e ka lënë që të shkojë më tutje si në Bosnë, por e ndali edhe pse prap në mënyrë kohore Kosova, edhe pse shkurt ka qenë lufta në krahasim me Bosnën. Përfitoj nga koha, themi kështu. Po, përfitum nga ai moment. Kjo ndoshta do të jetë edhe meri do të mbetet e presidentit parë Kosovës, pra kryetarit Lidhjes Demokratike Ibrahim Rugova, i cili këmbgulte pra në atë kohë që mos fillonte lufta kur filloi në Sloveni dhe Kroaci. Presidenti... Kemi edhe fotografi të tjera, bashkë me Ibrahim Rugovën, pra për temen që po flasim. Po, kjo është një fotografi e përbashkët ku e vitit 2003 në një panajër të prodhime vendore për herë të parë që patëm organizue atëherë me moto non konsumoj prodhime vendore po ju, dhe atëherë patëm fillu fushatën për rritjen e vedijes kombëtare për konsum prodhime vendore. Dhe këto është kjo fotografi e cila presidenti Rugova, nëse ju kujtohet, shikuesve me siguri, ju kujtohet kur ai çdo delegacion që vinte, po kjo është fotografi tani 2 viti 2004. Më vonë, po. Më vonë, kur presidenti Rugova shikoni ata gurt atje. Po. Që i ndonte dhuratë. Po, që i ndonte dhuratë dhe mu më ka ndonë dhuratë disa herë. Por ky personalitet është i pazavencuar në historinë më të tretë Kosovës. Për arsye se me punën e vet
me punën e vetë paqësore, arriti që armiqt e Kosovës t'i bën miq. Gjitha armiqt e Kosovës të atëhershëm, kur nuk kanë pas bindjet mira për Kosovën. Dhe kjo arriti që ta bind botën, që vërtet Kosova është nën presion të sistemit atëherë të Miloševićit. Dhe kur tham më herët se ne jemi gjata ma fatlume. Para luftës 99-ës në Kosovë ka pasur shumë kërëngritje të ndryshme, por nuk kanë pas për kraje si që ka pasur Ishte momenti, pra. Ishte momenti, do më thonë lufta e 99-ës ishte lufta për krahur nga faktori vendor dhe ndërkombëtar, por kontributi edhe i presidentit Rugova që armiqet dhe e bëri propagandën në botë se në Kosovë këto është një shtypje vetëm ndaj shqiptarëve e sistemit. Dhe ne më vonë arritëm që edhe të kemi lirin. Ju nuk u bët pjesë e politikës asnjëherë? Asnjëherë. Keni pas ftesa, besoj? Kam pas ftesa dhe oferta duke përfshirë vetë presidentin të Rugova. Sidomos në vitin 2004, kur atëherë ishte mbajten zgjedhjet e fundit dhe me ofroi pozitë shumë të lartë. Por bindja ime ka qenë se gjithmonë në kryt shtetit ose në vende kyçe duhet jetë dikush më i mirë se unë. Dhe unë kam vlerësuar disa njerëz që kam menduar që ata duhet jenë se dinë më shumë se unë në fushat e caktuara. Por më vonë kam kuptuar se tash së fundi e kam kuptuar se njerëz të dijshëm asnjëherë nuk vinë në vend, po vinë ata që janë të dëgjueshëm. Kurse në atë kohë ka qenë koha që duhet vinë njerëz të dijshëm. Dhe pse ju keni qenë për një kohë në zyrën e kryeministrit Hashim Thaçi si këshilltar apo? Unë gjatë gjithë kohës duke përfshirë edhe presidentit Rugova, edhe kryeministrit Thaçi, edhe kryeministrit ku më vonë themelojna Këshillin Kombëtar për zhvillim ekonomik dhe jam nënshkruesi i dytë i asaj këshilli, ku ka qenë ai këshillëdhënës i kryeministit dhe më vonë edhe zyrja tek kryetari i parlamentit atëhershëm, na ka bërë që ne gjithmonë të jemi bashkë në vendimarrës në procese të rëndësishme ekonomike. Dhe aja kohë është një kohë vjen më vonë që ndoshta bën edhe revolucion ekonomik pas pavarësisë së Kosovës. Natyrisht do t'i bëjmë edhe krahasimet edhe do të flasim edhe për zhvillimin ekonomik pra nga fusha si ekspert që vini, po do t'i komentojmë edhe fotografitë që i kemi në ekran ku pas kohë. Ku ju shohim me Agim Qekun. Kjo është një fotografi posa u shëndrua UÇK-ja në TMK dhe ishte vizita tek komandanti atëhershëm Agim Qeku, një kontribut i madh i tij edhe në luftë dhe pas lufte, dhe më pas edhe si kryeministër dhe e vlerësojmë lart figurën e tij. Me qenë se jeni pra e një marrë me biznes nga temi para luftës, e pastaj edhe pas luftës, e po ashtu edhe si kryetar i Aleancës së Bizneseve të Kosovës, cila ka qenë periudha më e vështirë, temi kështu, për zhvillimin e bizneseve në Kosovë? Po natyrisht ajo periudha më e vështirë ka qenë para luftës, sepse ne atëherë po flasim prej pas luftës, pra. Me udhëheqjen tonë. Po, kur flas para luftës, themi se ishte që tan ditën dhe në fund të orarit vishin policia ta marrë shkejt pazarin ditor pa të pyet. Aja. Kështu nuk ndodh tash. Por me siguri që me njerë pas lufte, pas që ne filluam të merrem me biznes e cili ka qenë mos funksionimi i organeve të shtetit Kosovës, të cilët dashë që me njëherë të janë të konstitume, por ishte shtylla, ishte unë miku, ishte në kohën e unë mikut, ndoshta edhe administratat nuk kanë qenë funksionale sa duhet, po atër ka qenë ofertat më të mëdha
ka qenë mundësia për përfitime më të mëdha. Me njerë pas luftës? Me njerë pas luftës, po flasme. Dhe deri sa është pavarësu Kosova, po thuaj se zhvillimi ekonomik Kosovës është varur nga shtyllat e ndryshme të Unmikut, shtylla 4 Unmikut e atëhershme. Dhe ata kanë bërë një shemë dhe ato shema kanë qenë penguese për ekonominë dhe biznesin e Kosovës. Dhe më pas, kur vinë të tjerë pas pavarësisë, kryeministri tha që Isa Mustafa, këta bëjnë reforma ekonomike ku fillon të ndërtohet infrastruktura ekonomike, infrastruktura ligjore, por edhe infrastruktura fizike. Saktë, po, kapaciteti. Edhe këto autostrada, këto do të thotë janë I kanë shërby zhvillimit ekonomisë. Kanë kursimit edhe të kohës, edhe të shpenzimeve, dhe arritjes me gjithë shka, dhe kjo tash është shumë më lehtë se sa në të kaluarën. Sfidë gjithmonë ka qenë pra me mbrojt bizneset vendore, prodhimet vendore. Sa ka bërë shteti, pra sa ka qëndru shteti karshi bizneseve vendore? Ekziston ndoshta një strategji kombëtare e shtetit ton, apo ka mungu kjo? Ta them të drejtën që në vitin 2002, kur e kemi themeluar Aleancën e Biznesit Kosovës, edhe deri në këtë kohë që po flasëm sot, ende qeveritë se kanë kuptuar rëndësinë e prodhimtarisë vendore. Pse? Për arsye se nuk kanë bërë, as shteti nuk ka strategji. S'ka strategji kombëtare dhe s'ka pas asnjëherë. S'ka pas asnjëherë, ka pas tentativa disa herë, dhe 1-2 herë ka marrë pjesë dhënë që në strategji për hartimin e tyre dhe kanë mbetë rrugës. Pse ka dështu kështu? Një mosgatishmëri? Për arsye se filloi një qeveri e bënte dedikon dhe vike tjetra thekë jo s'kanë fillu mirë, të hajtë fillim prej zeros. Do thotë gjithmonë kanë filluar, gjithmonë s'kanë dasht të vazhdojnë, vazhdimsi dhe ndoshta shkputja e institucioneve nga një parti në një parti tjetër ka bërë që ne edhe sot të jemi pa strategji, e sidomos pa strategji kombëtare për zhvillim ekonomik. Dhe më vonë në vitin 2011 themelojna Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik me kryeministrin Hashim Thaçi, dhe ku aja ka qenë ndoshta trupa më e rëndësishme për të nxitë ekonominë, për të nxitë zhvillimin, për të trajtuar temat, cilat janë pengesat, dhe në atë kohë them shumë hapur them se në atë kohë janë bërë shumë ndryshime dhe ato ndryshime vrejnë sot. Se s'është vazhdu pastaj, pra me atë hovë të njëjtë, po thoni që është kjo shkak që nuk ka qenë më të themi PDK-ja ose Hashim Thaçi në krye, apo? Nuk mund të themi që s'ka qenë Hashim Thaçi, për shkak se pas Hashim Thaçit ka ardhur një kryeminist shumë i përgatitur, Isa Mustafa, i cili ka lënë një gjurmë të madhe në ekonomi, ka bërë reforma të thella ekonomike, pakot fiskale 1 dhe 2, do të mbahet mend për to, dhe ato kanë qenë ndoshta udhërrefyesi i ekonomisë së Kosovës. Po punën e institucioneve të tjera, si për shembull dogana, ATK-ja, Ministria e Financave, pra karshi bizneseve, si e vlerësoni? Ende këto institucione duhet ta trajtojnë biznesin si partner. Po, saktë, kjo ishte pyetja, pra a e trajtojnë si partner? Dhe mos ta trajtojnë vetëm si tatim dhënës. Edhe ata tatim bledhës, ose doganer njerëz, ose Ministria e Financave. Ne e vlerësojmë që Dogana pra është institucioni i cili merr pra më shumti dhe dirë në buxhetin e shtetit. Pikërisht nga bizneset. Nëse i ndëgjojna, sepse të gjithë drejtarët e doganës të administratë tatimorit Kosovës, ku unë në vitin 2013 kam qenë kryetari i Këshillit të administratë tatimorit Kosovës dhe i doganave të Kosovës për një mandat, në atë kohë edhe themelimi i këtij këshilli ka pas qëllim harmonizimin e politikave dhe kërkesave të bizneseve në karshi këtyre institucioneve të rëndësishme. Dhe në atë kohë
ka qenë edhe një bordi pavarur për ankesa dhe para shtresa, ku kanë qenë bizneset dhe shteti partner kryesor. Dhe më pas kjo në vitin 2014 kjo shuhet. Po në atë kohë, ne themi se në atë kohë është punu mësë miri sa i përket disciplinimit të këtyne organizatave buxhetore ose agjencioneve shtetënore, po ashtu dhe të biznesit. Sepse aty në borde ishin përfaqësues të bizneseve, ishin përfaqësues të shtetit dhe ankesat së pari u trajtojshin aty. Dhe më pas, nëse u pajtojshin ata, biznesit vetëm i thëshin duhet i paguajsh parë dhe duhet të vazhdosh punën. U bind ke vetë biznesi ka gabu. Se tek ne është natyrshme që bizneset gabojnë. Edhe pse mbi 95% është me vetë deklarim bizneset Kosovës që është një kulturë lartë fiskale, asë një vend regje nuk e ka sukur Kosova. Por prapë se prapë gabimet lëshohen. Po, sot për kohën që po flasim para se kalim tek konsumatori edhe pak të bizneset, sot me cilat sfida përballen më shumë të bizneset të Kosovës? Sfidat janë të ndryshme. Biznesi nuk ka mbështetje, përkundrazi ka akuzat të një pasnishme, cilet jo rrallë herë ndërgjohen këto. Po ashtu promovimi i Kosovës si vendi sigurt, që ne e kena mision. Alianca e biznesit ka mision, nuk ka mandat për ta mbështetur ekonominë e biznesin e Kosovës. Deklarimet e një pasnishme të zyrtarëve të lartë që këtu ka rrezik, këtu ka oligarki, këtu ka mund të ketë luftë, kjo mund të ketë pakjarësi, këta e kanë shkatëruar shtetin, këta e kanë bërë shtetin, kjo tek investitorët e huaj kjo dërgon mesazh të keq. Dhe kjo për neve është sfidë e madhe. Dhe kjo është për neve akuzë e madhe që bëhet. Prandaj ne e vlerësojmë që shteti është dorë e ngratë e biznesit, po mund të jetë edhe dorë e zjarrt e biznesit. Dhe ne do duhet t'ia shtim dorën njëri tjetrit për bashkëpunim, sepse jemi punëdhënësit më të mëdhej në Republikën e Kosovës, kontributdhënësit më të mëdhej në Republikën e Kosovës dhe kontributdhënësit më të mëdhej edhe në çlirimin e Kosovës, duke dhënë kapitalin ton, duke dhënë njerëzën ton për djemtë ton, ushtarët ton dhe gjithë ndërtimin e Kosovës. Një problematik pra që përballen bizneset, po ashtu themi një ju e mirë për Kosovën është edhe ikja e shumëtrive jashtë vendit. Sa është sfidë kjo edhe për bizneset sot? Ngesa e punëtorëve. Brenda 2020-2025 janë më shumë se 230.000 veta që na kanë nikë të rritë dhe të reja për Kosovës. Në vitin 99 askush s'ka mendue që ne po ikum nga Kosova dhe nuk do të kthehemi më. Kemi ikë përkohësisht dhe kemi ditë që një ditë do të kthehemi në vendin tonë shpjeguar. Kurse sot ata të rinjtë tonë që na kanë ikë, ata nuk do të kthehen kurrë më me tu këto. Ata na kanë ikë dhe ne pra si pasojë e politikave të këqija, trajtimit të keq të rive tonë, ne kemi ndërvite, po flasë gjithmonë, dhe ne kemi rënjen e natalitetit. Kemi rënjen e popullsisë nga 1.740.000, tash kemi rënë në 1.600.000 më pak njerëz të regjistruar dhe që jetojnë në Kosovë. Pra, në fundit gjithë jemi konsumator. Ngritja e çmimeve sot që është duke ndodhur, është duke varfruar edhe shportën e gjithë qytetarëve, duke rënduar edhe jetesën në Kosovë, ndoshta pastaj edhe kjo sjell edhe deri tek largimi. Si e shihni ju pra këtë? Është keq menaxhim apo janë rryma të cilat vinë nga jashtë dhe që patjetër preket edhe Kosova? Kjo është ajo strategjia e neve që na mungon. Se sikur të kishim një strategji për ta mbështetur prodhimin ton, ne nuk do të varrim gjithmonë nga importi. Vetëm vitin e kaluar 6 miliard e 340 milion euro i kena eksportu para të gatshme për me ble produkte. Dhe shpesh akuzohen bizneset që po i rritin çmimet. Bizneset tona nuk varen nga prodhimi vendor, kryesisht janë nga importet. Nga importet ne varrim si konsumator. Ata i diktojnë çmimet dhe çmimet ne i kemi në disa produkte, i kemi më të lira se krejt Evropën, po i kemi disa më të shtrejta se krejt botën. Prandaj,
strategjia e Aleancës Biznesit e raportuar disa herë në disa qeverisë që të bëjmë që ne mos vëmë shumë nga importin, po nga prodhimi vendor. Nuk ka kalu dhe nuk po kalon, edhe pse së fundi kanë menduar që qeveria aktuale ka pas një mision kogja të kopjuar prej Aleancës për një mbështet prodhimet vendore, prapë se prapë nuk ka dhënë ndonjë. Nuk e ka implementuar atë misionin që ka pas në letër. Jo. Po rritja e çmimit të energjisë elektrike, pra. Kja ka qenë e panevojshme. E panevojshme ka qenë për shkak se këtë botën ka nërënë çmimet, është sezon e verës, konsumi bjen, tarifat janë ra, derivatet e naftës janë në rënje në këtë botën, ne kemi ngritë çmimin. Është e panevojshme dhe e pa arsyeshme. Dhe më pa arsyeshme është kur vetë shteti i ndonë konsumatorët. Si po mundon i ndonë? Për shembull, rritja 16.1% vlen vetëm për konsumatorët shqiptarë, jo për 4 komunat të Veriut. Dhe çka do të thotë kjo? Prandaj, atje ka humbë sovranitetin, e ka humbë sovranitetin energjetik, dhe kjo... Po kështu e kemi pas, pra, themi gjithmonë kemi paguar dhe faktura për një kohë të gjatë për qytetarët që jetojnë në vend. Ne po flasëm kthejmë mbrapa Kosova do të ecë përpara. Ka qenë e kalura për shkak se integrimi i pakicave është kosto dhe ne e vlerësojmë atë. Keni raporte nga bizneset ju të cilët tash po fillojnë të ngrisin çmimet, themi në forma të pa kontrolluara? Pa kontrolluar nuk mundet. Nuk mundet. Ta marrë shembull... Për shembull, është folë pra që në Prishtinë një macchiato është bërë 2 euro. Ai mund të bënë 3. Në Gjermani është 2,40 €. Dhe ka pagën 2.000 euro. Tek ne është folë dhe e kam pa dikun. Në kupon fiskal 2 euro. Dhe kjo është tepër e lartë nëse kjo është por... Prapë se prapë, është ekonomia e tregut, është ekonomia e tregut. Natyrisht që edhe ekonomia e tregut i ka rregullat e veta dhe duhet veprojnë në bazë aty. Ekonomia e tregut i ka rregullat e veta, por kur kërkesa ka të larta dhe oferta ka... është autoriteti i konkurrencës, pra është edhe ligji ekziston. Këtë këtu ekzistojnë, por zbatueshmëria ne kemi shumë ligje të ndryshme. Po zbatueshmëria tyne është pak ma e ndalume. Do t'i shohim edhe disa fotografi. Lus Regjin ta kthej foton e më pashme, pra që ishte më herët, ta komentoj, pastaj keni marrë edhe disa çmime. Pra Kosovë-Rumani, marrëveshja e parë ekonomike. Po. Kjo është në vitin 2013, kur për herë të parë flamuri i Kosovës ngritet në Rumani, Bukuresht, dhe këtu arrim marrëveshjen e parë. Atëherë nuk ishëm shtet. Dhe pse? Me 3 muaj atëherë kryeministri që sot është në Hag, Hashim Thaçi. Atëherë ishim shtet, pra 2013. 2013, edhe ministri i punëve të jashtme, që ishte Enver Hoxhaj, dhe më thotë se duhet të bëjmë diçka në Rumani, nuk po na pranojnë. Atë përmes komunikimit, sepse ku nuk mund politika, mund biznesi. Përmes komunikimeve tona të kanaleve, i gjetëm lidhjet, dhe këtu është kryetari i Odës të Bukureshtit, i gjetëm lidhjet, dhe shkum atje, arritëm marrëveshje dhe mbajtëm fjalim dhe ngritëm flamurin e parë. Jënë do foto që nuk i kam këtu, ku ngritet flamuri për herë të parë në Bukuresht 2013. Dhe pallatin e Kongreseve na presin më shumë se 500 veta, prej tyre 50% deputet. Dhe thojnë se nga sot ne e njohëm Kosovën. Realisht e ka njohur sot. Por e kemi thyje atë formën de facto. Po de facto dhe këtu. Do të shohim fotografitë e fundit për sonte, sepse me farën në fund e di që keni shumë për treguar për punën tuaj si kryetar, por ka që ishte pra koha në dispozicion, flasim për Hashim Thaçi. Si komentoni figurën e tij? Një figurë e pazavendësuar e historisë së Kosovës, i cili gjitha proceset kalon gjurmë, por gjurmën më të madhe kalon lexuesi pavarësi dhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Ky do të jetë ndoshta edhe
përmbyllja historisë së tij të kaluarën. Po për ekonomi si ishte? Për ekonomi tham edhe më herët, se ka qenë bashkëpunues për ekonomi, kohën e tij tham që kem themelu Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, kemi bërë falje fiskale 2 herë, kemi themelue Këshillin Ekonomik Social, kemi themelue Këshillin e mbi administratat timore dhe doganat e Kosovës. Bashkëpunimi dhe investimet në atë kohë kanë qenë nga gjitha anët për Kosovën dhe ne e vlerësojna një figurë të lartë të historisë së Kosovës. Po, shkojmë të foto tjetër. Është Isa Mustafa. Profesori, i cili një ekonomist shumë i pregaditur, një kryeministër shumë që ka lënë gjurmë gjatë mandatit tij, sa ishte, ka bërë reforma ekonomike, pakot fiskale ne e nisur nga ish kryeministri dhe 2 e përfunduar, po ashtu edhe bashkëpunim me ministrat e vet të linjes, ka ndërtu një infrastrukturë ligjore për ekonominë e vendit. Shkojmë të foto tjetër. Kemi zgjedhur pra kryeministrat, disa prej tyre që kanë qenë në pushtet dhe po flasim sigurisht me juve në aspektin ekonomik. Ramush Haradinaj. Ramush Haradinaj do të bëhet mend si kryeministri i taksës 100%, i cili ja qiti taksën 100% servis për 18 muaj dhe në atë kohë ekonomia e Kosovës, prodhimi vendor është ngritur më së shumti në historinë e pasluftës. Pra sa ka qenë Ramush Haradinaj kryeministër, po thoni që prodhimi vendor ka pasur rrezimin më të madh. Po, sepse u ndal importet nga Serbia. Pse lshuan pe pastaj? Më pas kanë lshu pe për shkak që zotin taksa 100%, edhe dialogu me Serbin, kjo shkaj në dorëheqje dhe shkaj. Kjo po mendoni pra që ka qu Ramush Haradinaj në dorëheqje. Shohim foton e fundit, është Albin Kurti. Albin Kurti një kryeministër i cili ishte premtues i madh, realizues jo. Do të mbahet mend që në historinë pas luftës ka pasur më së shumti deputet nga një parti, e që ka pasur mundësi të jetë më i suksesshëm i pas luftës, sa i përket në aspektin ekonomik, por deri momentin, sepse ky është ende kryeministër, dhe i momentin ne mund të amojmë mend vetëm si kryeministri që i ka sjellë Kosovës sankcione ekonomike dhe këto sankcione i kanë humbë Kosovës mbi 1 miliard euro. Mbi 1 miliard euro i kanë humbur Kosovës. Po. Po karshi bizneseve, thatë edhe më herët që nuk ka qenë bashkëpunues. Ne flasëm që këta mekanizma të ndërtuar më herët në kohën kur ka ardhur kryeministër, e këndej nuk funksionoi më. Dhe kjo është ndoshta edhe shkputja e dialogut me sektorit privat dhe atij shtetëror. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit personale, kanë mbetur shumë gjëra pa thënë. Është e pamundur që të përmbledhen të gjitha brenda një emisioni sepse bagazhi juaj është mjaft i madh, pra personale, profesional, por besoj që do të kemi mundësi të bëjmë edhe emisionet të tjera dhe do të ndalemi tek tema më konkrete, sepse sonte kemi ndashur në 2 pjesë, pra. Nuk kemi dashur t'ju lëmë e pa marrur edhe mendimin tuaj si ekspert për ekonomi, pra në një momentum në të cilin gjendet Kosova. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi personale për mua dhe me siguri që jeta është shumë e gjatë të përshkruhet për një orar ka të shkurt, kanë mbetur shumë gjëra pa thënë, por misione tjera. Sigurisht, ju presim me kënaqësi. Kënaqësia për mua ishte. Mirë të dashur, faleminderit për vëmendjen me personalen dhe me një tjetër personalitet. Do të takojmë javën e ardhshme, deri atëherë natën e mirë.